Kosovë, Albin Kurti fitoi për të tretën herë radhazi zgjedhjet e përgjithshme. A keni ju ndonjë koment dhe mendoni se u penalizua opozita e Kosovës PDK kryesisht, pasi u ofroi si model qeverisë e qytetarëve të Kosovës modelin Rama? Nuk e kam ndjekur me aq vëmendje fushatën zgjedhore, por kam ndjekur me admirim zhvillimin e zgjedhjeve dhe natyrisht kam përgëzuar fituesin e këtyre zgjedhjeve zotin Kurti dhe qytetarët e Kosovës dhe forcat politike të cilat u angazhuar në një proces zgjedhor dinjitos të qytetëruar që bën krenar çdo shqiptar dhe që Shqipëria nuk e ka. Ndaj dhe duke mos marrë përsipër të komentoj rezultate konkrete të forcave politike të tjera politike, uroj që Shqipëria 1 minutë më parë të zhvillojë zgjedhje si Kosova. Një faqe, diaspora shqiptare, një pyetje zoti Berisha, kur do filloj protesta pa ikur nga sheshi, jo si herën e fundit se janë lodhur njerëzit dhe zgjedhjet në Partinë Demokratike, kur do bëhen? Faleminderit. Protesta e vazhdueshme do filloj pa asnjë diskutim dhe është rruga e vetme për t'u ndarë me këtë regjim. Por ne po ndjekim situatën dhe ne ja u themi me bindje të plot që rrugë tjetër të sigurt nuk ka për largimin e kësaj qeverie përveç protestës vazhdueshme dhe ju falenderoj shumë për konceptin e qartë që keni dhe dëshirën që shprehni.